Në kja ti pa e thu për humor, për deshta më kujtu kja tjetra. Në fakt, është një knatësi shumë e veçantë, kur jena dikon tesh, je pun famet, sepse na stina të famshëm as nuk është diçka që jena të synu për me kenë. Ne famen më të mëdha na keni dhënë ju me dashnin tuaj, për ne na mjafton një lloj famet, nuk do na asnjë lloj famet tjetër. Por knatësi, po, se është të shkot me thonë njëri që nuk nin knatësi. Edhe në rastis shumë herë kur jena këto, se Amerika edhe me qikoni këtu ku jetojmë është vendim mall, edhe vetë mënyra jetes që kena nuk është se këtu dalim kam edhe shohim një tjetrin si është Europa. Këtu është një mënyrë jetese komplet tjetër me makina në këte, kur shkojmë në për dyqane ose një restorant ose dikon na shohim shqiptar, sepse ka shumë shqiptar siç e kena thënë. Edhe thojnë, tesh na me emën, Joana, ose Manjola, Marko, Oda Patkat, një knatësi të veçantë, jo për famen, po që njerëzit na njekun. Edhe kur i nin ato komente që na bani jo në rrjetet sociale, kur i nin kështu direct live, sikur taman ta mushin shpirtin edhe knashna, dhe me thonë kur na shifni, jo për se na kena qef me basit njoftën, por seriozisht nim knatësi, na flitni dhe na jepni atë knatësi tillë.